Islami është qytetërim, nuk është islami i arabëve, as i shqiptarëve. Islami është fe universale për njerëzimin. Andaj, ky din nuk është i askujt, është dini i Allahut. Kush beson shpëton. Për arsye se vetë i dërguari ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur ka bërë hijretin nga Mekka në Medine, çka i bën? I bën qytet, apo qytetërim, i bën civilizim. Që do të thotë se ky është civilizim në vete, nuk është qytetërim arab. Qysh po mendohet dikush më na i servu neve në ditët e sotme. Islami nuk është qytetërim arab. Islami është fe me të cilën ka filluar bota, qytetërim pej Ademit alayhis salam. Tek këtë pejgamber deri tek i dërguari i fundit, deri tek i dërguari ynë i fundit Muhamedi alayhis salam. Për këtë arsye i dërguari ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kanë ardhur disa njerëz dhe i kanë thënë ajo që gjendemi ne sot ku je, domethënë në këtë islam, këtë din, është si rezultati i yti. Mirë po Allah ka zbrit ajetin kuranor duke thënë, ata po thonë që ty prej teje është, ama Allahun do të me falenderu për këtë begati që ju ka udhëzu në iman, ju ka udhëzu në besim. Andaj vëllezëri, duhet pra për këtë iman falenderohet Allahu shumë, që she përmenda. Për këtë islam duhet falenderohet Allahu shumë. Për këtë libër të shenjtë që është mesin tonë duhet falenderohet Allahu shumë. Këto janë begati, vëllezëri, janë begati. Sepse Islami, vëllezëri, është sistem, është ligj në vete. Islami është qytetërim, nuk është islami i arabëve, as i shqiptarëve. Islami është fe universale për njerëzimin. Për njerëzimin i bie tamam gjithkujt që beson. Sepse është fe e natyrshmërisë, ku këtë njerëzimi ja kanë dhënë besën Allahut që më ta. Është fe e natyrshmërisë. Andaj ky din nuk është i askujt, është dini i Allahut. Kush beson shpëton. Kush i del karshi humbet dhe përfundon pastaj në botën tjetër në zjarret e xhehenem. Ky islam është civilizim, për arsye se vetë i dërguari ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka bërë hijretin nga Mekka në Medine, çka i bën? I bën qytet, apo qytetërim, i bën civilizim. Që do të thotë se ky është civilizim në vete, nuk është qytetërim arab. Qysh po mendohet dikush më na i servu neve në ditët e sotme. Islami nuk është qytetërim arab. Islami është fe me të cilën ka filluar bota, qytetërim pej Ademit alayhis salam. Tek këtë pejgamber deri tek i dërguari i fundit, deri tek i dërguari ynë i fundit Muhamedi alayhis salam. Për këtë arsye ky qytetërim domethënë nuk ka të bëjë me, është e vërtetë se Kurani është i zbritur në gjuhën arabe, është e vërtetë se Kurani domethënë është arabisht dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë arab. Mirë po nuk ka të bëjë kurrë me arabizëm. Është din universal që ishe përmenda, është fe e qytetërimit, është fe e pastërtisë, është fe e të besuarit në Allahun subhanahu wa taala. Andaj për këtë civilizim, për këtë qytetërim, për këtë besim, Allahu e ka dërguar këtë pejgamber me dije që fjalën e parë që e ka zbritur në librin e tij, Allahu është Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, që është në mënyrën urdhrore. Pra lexo me emrin e Zotit tënd i cili ka krijuar çdo sen. Ikra wa rabbukal akram, lexo se me vërtet Zoti yt është bujar. Alladhi allama bil qalam, i cili ju ka mësuar çka që të shkruani me laps. Allama al insana ma lam ya'lam, dhe mësoi njeriu atë çka nuk e dinte. Ky është Allahu. Qysh e ka mësuar njeriu. Andaj ajetet e para vëllezëni të Kuranit flasin për lexim dhe flasin për ngritje dhe qytetërim. Andaj ky është Islami që ne duhet me ditë dhe duhet me njoft dhe duhet me qenë shumë krenar. Duhet me qenë shumë krenar që i musliman, sepse është feje e dijes, është feje e argumentit dhe pastaj dy ajete tjera të cilat kanë zbritur në Kur'an flasin për ngritje, që do të thotë se me lexim, me mësim, me punë dhe me vepër ngritet njeriu. Ja ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Pastaj ja ayyuhal muzammil
kummi lejle illa kalilet. Dy ajetet kuranore, Allahu i drejtohet pejgamberit alayhis salam me fjalën ngritu. Që do thotë se ka kalu koha e gjumit vllazni. Besimtari duhet me ditë se duhet mu arsimu, duhet mu shkollu, duhet mos me pranu të keqen, duhet me luftu të keqen. Ne jemi musliman, duhet me eduku veten qysh Allahu na ka thënë, qysh pejgamberi alayhis salam, duke u larguar me dije nga veset, nga veprat e liga, nga veprat e këqija. Ky iman na mëson që ne të largohemi me të vërtetë qysh Allahu don me u largu prej gjunaheve, prej mëkateve. Është fe e argumentit, është fe e dijes, është fe e cila njeriu e bën njeri, e ruan, e mbron gjitha rrethanat dhe në gjitha kohrat deri kur vjen dita e fundit. Prandaj vëllazni, ne në ditën e sotut kemi nevojë shumë mu eduku me iman. Andaj edhe pejgamberi alayhis salam, qysh i ka eduku gjeneratat e para, i ka edukuar me iman, sepse imani është ajo që ka nxjerr njeriu nga gjunahet. Imani është ajo që ka nxjerr njeriu nga mëkatet. Me iman njeriu e sheh, e ndriçon rrugën e vet. Me iman e sheh rrugën se ka duhet me ecë, a me ecë ndjatha çmojt, me uru prej ndalesave, prej hakit huj. Ky iman na mëson që me qenë të afër njëri tjetrit, me qenë të dashur ndaj njëri tjetrit, sepse jemi vëllezër, mos me urrejt njëri tjetrin, mos me pas xhelozi ndaj njëri tjetrit. Ky iman na mëson që mos me u vrarë mes veti. Ky iman na mëson që me urujt nga gjunahet e mëdha, mos me prek pasurinë e tjetrit, mos me prek nderën e tjetrit që janë objektiva të Islamit, gjakun e kështu me radhë. Andaj vëllazni, kemi shumë nevojë me marr mesazhet e asaj që Allahu thotë. Edhe çka na ka mësu pejgamberi alayhis salam. Andaj kështu duhet më mundu dhe kështu duhet më eduku, e nëse edukohemi kështu, bëhemi burra dhe vend shumë i fortë, qysh Allahu na ka thënë, edhe na ka mësu pejgamberi alayhis salam. Pastaj i marrim çështet me përgjithësi, qysh Allahu na ka thënë dhe na ka mësu pejgamberi alayhis salam. I kryjm detyrat edhe ndaj vetes, edhe ndaj Allahut, edhe ndaj familjes, edhe ndaj vendit, i kryjm qysh me përgjithësi, jo me duke e shkatru vendin ose duke i prek gjërat çka s'duhet me prek. Nuk e zgjas më shumë. E lut Allahun në këtë natë për netëve të mëdha të këtij muaji të bekuar, që Allahu të na merr në mëshirën e tij të gjithëve. E lut Allahun që Allahu ta bën vendin tonë vend të paqes, vend të sigurisë, të rahatisë. E lut Allahun që ata të cilët bojnë intriga për vendin tonë, për rinin tonë, për popullin tonë, Allahu t'u kthen në veten e tyre. E lut Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu t'i liron trupat e tonë dhe të familjarëve tanë, të nanave tona, të baballarëve tanë nga zjarri i xhehenemit. E lut Allahun që Allahu na ka bashkuar në këtë vend, në këtë xhami, Allahu t'na bashkoj në xhenetet e tij. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.